Dëgjoj, ajo mbi gjithë është e ka marrë votën e popullit, ai nuk e përfaqëson familjen, përfaqëson një subjekt politik. Pra, duhet me kuptu se unë nuk jam kunati e as vllau, unë jam dardani, aktivisti politik, jam dardani i cili ka bërë luftat në moshën edhe më të herë duke u rrit me të ndjerin patriotin e madh që nuk e kam njoft Smajl Haradina e plot të tjerë, jam rrit këtë frymë edhe kjo frymë sot është vështirë me u heku me shërum trupin tim. Po, pikërisht për shkak kësaj që s'po merr votat nuk ka kustojim të kuvendit, s'ka Jo, unë një koment mund ta japësh besoj po. A duhet të tërhiqet? Dëgjoj, baba em dies pas që ka qenë bashkëveshtar, jam i ka pas 9 pluma, edhe në fund ka vdek veç me dinjitet, ka jetu veç me pension invalidor, që ne këtë pasuninë e kemi shit për ble armë dhe për të shpërnda armë gjitha nej. E ka thonë një fjallë shumë të mëshme për cilin për e kujtoj sot. Thetë sofra hanë koka deshve, politika hanë kokat njerëzve. Pra në politik, duhet me ditë se duhet me... Unë të isha në vendin Albolene, si isha në vendin e cilit do. Unë në momentin që bëj penges, unë kur kam po që jam penges, në ushtrimin e funksionin tem politik, unë e kam shumë Kosovën, se kam po që këtu, si ka thaj ploka dhe pi mu edhe na të shmendimi se me katuni nuk mundet me ushtry. Po thua që Albolena duhet tërhiqet? Qasja lëvizjes vetë vendosja është e gabushme, ka qenë e gabushme. Këtë rrugtimi sajna, politik në këtë 4 vjeqar, është kundër se cilës ka ustonë që kemi dhënë. Sot ka privatizim, kemi qenë kuna privatizimit, kemi pagu kosto kuna privatizimit, kemi qenë kuna gjykatës, sot janë pro gjykatës, kemi qenë kuna zajednicës, sot bëhet zajednicë, kemi qenë kuna hajna, sot qeverisët me hajna, kemi qenë kuna rritës shmimit, sot zgudzën asë një deputet me ngritë që ishin ngritjen e shmimit. Pra që ky guximi politik... Vjedhe në rezervat shtetënorës, po të kush me folë. Gjitha më zvashtë, ka një mori, do me thot që për mua ka mbrojtjet të hajnave të kriminalave, nuk mundesh kur ti e amniston politikisht dikan. Ta thonë, nuk mundesh me amnistu Mimoza Kusarin që ka shiti ka privatizu edhe me e gjyku, edhe me e përbol gjyqësorin. Por nëse kryeministri ose ministri ose sekretari i komunës e amniston një hajn, e merr në parti, e bën shef, e bën ministër, çka pret ti? Ka dojnë me dole ata prokurorët gjyqtar me denu. Nëse ne, si shoqëni, çdo ditë e do artërkasim të keqen, e do artërkasim hajnin, pse ngrit zërin edhe qirrësh tu kërku drejtësi prej prokurorëve, ka dolën ata prokurorët gjyqtar. Pra po menoj që edhe çka, nëse më lejohet veç me thonë këtë si përfundim, edhe tash ne nuk duhet me undal, as duhet me urrësh as diskutimi jon, edhe qof me njëri tjetrin nëse nuk pajtohemi, unë inkurajoj edhe më ka në krah dhe mbështetje secilin ndaj çdo rrugë, qoftë me sakrificë, qoftë pa sakrificë, qoftë në shi, qoftë në borë, se përket u QK-s edhe ato që ka lënë amanet dëshmorët e kombit. Mirë, po tash ti shtrohet pyetja. Nasimi përmeni duhet t'ja trashëgojmë brezave. Po sa breza tonë sheh Nasimin, e sheh Dardanin, edhe sheh të tjerë që shoqënia i ka gjuhë për toke, edhe duhet me siguru mbijetesën, edhe djali jam nuk e merr shembull babën e vet që ka po 3 lufta, nuk ka vjedh as nuk ka uzurpu, ka shit pasunit veten me u shkollu me jap shembullin si në ushtari 3 lufta shtrimtare, po muj ka mu integru, po pa e merr shembull një matrapaz. Edhe shoqënia jonë sot e merr shembull matrapasin. Thuma ti sot cili është mësuesi model shoqëninë tonë, cili është mjek i model shoqëninë tonë, cili është ushtari që kës model shoqëninë tonë. Edhe tash e bëj në fund një korrigjim vetvetes. A thos pas kanë pas çore edhe këta komandant që u futën politik pa vjedhë dhe pa kish përdor, për arsye se cili sot qytetar u i kish thonë, cili sot politikan, shok i luftës e Dardanit i tha, a ki nevoj për një 5.000, a ki nevoj për një shtëpi se i ke bërë 3 luftra. Pra tash detyrimisht ti detyrohesh me kon hajn, me kon e vjedhë, se veç kështu po konsideroj ka vlerë shoqënia tonë. Pra na kemi aq shumë stërkeqje të vlerave, aq shumë kemi modelet këqija, sa që shoqënia jonë me të vërtetën s'po du me kriju këtu zymësi. Unë e shoh mërgatën këtu, na patëm presidentën këtu në vizitë në Finland. Edhe ati çka është e dhëmshme, ne jemi 5 ushtarë të QK-s këtu. Beso trajtohemi mazi se Serbia në raport me punën që e bojmë këtu në Finland.
asë një ushtari u që kësë nuk u thirë në takim që ka presidentja. Unë nuk e vëj faj presidentën a priori, presidentja ka protokoll. Presidentja duhet me ditë me këmë takohet. Pra, u që këja sët, ashtë të shkelën për se cili.